Shërbimi urban në Vlorë ka problematika sa i përket edhe autobusëve urban apo thëndryshe flotës së tyre që nuk ka ndryshuar. Në një kohë që jemi në sezonin turistik, duhet ripërtëritje flotës së transportit urban, por gjithashtu edhe një orar rigoroz në stacione, ku turistët dhe pushuesit vendase të huaj të mund t'i kenë edhe të afishuara oraret, ashtu si kundër transporti urban, kryesisht ai linjës ujë të ftohtë, të ketë edhe më shumë kushte. Pamjet që po ndishtin në ekran të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora sjellin flotën e cila ka prej vitesh që ushtron aktivitetin e saj në qytetin e Vlorës, ndërsa kërkohet një rinovim i kushteve, duke qenë se jemi në sezonin e verës dhe ku temperaturat rriten ndjeshëm. Po ashtu edhe pritja e qytetarëve në stacione nuk duhet të ndodhë për minuta të tëra. Megjithatë, ka një lajm të mirë nga Bashkia e Vlorës. Nga java e ardhshme pritet të vendose në shërbim të qytetarëve pushuesve vendase të huaj në linjën e ujit të ftohtë 2 autobus 2 katësh. Lajmi është ndarë nga kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dredha, i cili thekson se kaluan fazën e testimit 2 autobusa 2 katësh që do t'i shtojnë linjës së përditshme që shkon nga hyrja e qytetit drejt ujit të ftohtë. Të pajisur me pedana lehtësuese dhe ajër të kondicionuar, autobusat e verdh janë gati që të hyjnë në shërbim gjatë javës së ardhshme, thot ndër të tjera kryebashkiaku Dredha.